Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndërun besimtar të ajteve të zakonshme këtë natë gjumaje, vazhdojmë në temën e etikës dhe disa normave, e që me rënditje kemi sot mbi etikën dhe normat e udhëtimit. Temë kjo që është jashtëzakonisht e nevojshme për shkak se çdo njeri nga neve kemi udhëtime thujese për ditë ose të paktën në javë, nganjëherë më shpesh ose rrugtime më të gjata, nganjëherë më shkurt. E që këto porositë që ne ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam janë bajagjese të zhënume, saqë edhe vetë besimtari kur i lexon ose i dëgjon, i vjen kjo pyetje në mendje: a ka shumë që fe dhe ky pejgamber alayhi salatu wassalam na pas ka fol mbi rregullat, etikën, mënyrën se si besimtari e bën udhëtimin e vet. Pra kemi të bëjmë me një numër të konsiderueshëm të ajete, si për kujtim se Allah i madhëruar është ai i cili na ka pajis me mjete të udhëtimit, qofshin ato kafsh, siç kanë thënë më herët, qofshin ato mjete të sodit që njerëzit me durët e veta i formsojnë nga dhuntit dhe ditunia që Zoti i ka dhënë. Dhe gjemi me dhjetra hadithe që pejgamberi alayhi salatu wasallam praktikisht ai vet, po edhe me porosi, na ka mësuar se si me nis udhëtimin, si me konsideru udhëtimin, si me qenë forma e udhëtimit për nga njerëzit që na ka ndaluar alayhi salatu wasallam me udhëtu vetëm, normalisht kur e mundësit. Qysh me hyp në mjetin e udhëtimit, qysh me lexu duan, qysh me bë lutjet e rrugës, qysh me bë për kujtimin ose dhikrin gjatë rrugës. Na ka mësuar gjithashtu alayhi salatu wasalam se kur të kthehemi, qysh me kenë forma e kthimit. Na ka detajizu ose precizu alayhi salatu wasalam që mos më u kthyn gjitha kohrat. Ka kohra që njeriu kur të kthehet më shumë bën frikë ose trazira, se sa që është gëzim i kthimit, si për shembull mes i natës. Çka ka vepruar alayhi salatu wasalam me të hyrë herën e parë në shtëpi ose në barr ose në rrethin. E kështu më radhë, si në aspektin e lutjeve dhe duave, si në aspektin e praktikisht. E krejt këto i përmendur si hymje, e që do nalmi për gjithsecilin nga pak, për të regu se diçka nga këto kemi dallime shkak i formës së udhëtimit. Nga forma atëherë që ka qenë me kafsh, deri tek neve sot që jemi me mjete sofistikume ose më të përparume, dhe gjithashtu me ndryshimet në kohë. Rrugtimi i 1000 kilometra ka marrë atje me javë, por deri sot me neve me disa jo me shumë orë. Andaj këto forma do mundohemi bashkarisht me i përshtat me atë që na ka mësuar alayhi salatu wassalam, e që quhen etikë dhe normë, pra disa janë rregulla, e disa janë mirësjellje. Çfarë është dallimi mes tyre? Rregulla që duhet pas parasysh. Në fund krejt kemë me lënë pak minuta mbi rregullat e namazit për atë që është udhëtar, sepse është me interes. Ndërsa me etikë kemi për qëllim një mirësjellje. Nganjëherë disa mirësjellje nuk mundum edhe me i përdor në raste të caktuara për shkak të ndryshimit të madh të situatës dhe vendit. Mirë, po në përgjithësi këto etika kanë vendin e vet, edhe pse kemi ndryshuar ndoshta me kohë gjatë mes neve dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. E para për ty që për mbledh autor janë disa prej ajeteve që Allah i madhruar na kujton, duke thonë: Allah është ai i cili ka kriju për juve kafshët në mënyrë që disa prej tyre ti përdorni për shalem ose ngasje, e disa të tjera ti përdorni për ushqim. Dhe vazhdon Allah me i përmend këto mirësi, se në esencë edhe në kohrat e mëhershme, po deri vonë ka qenë kafshë për çfarë shkaku? Pra pse Zoti i madhruar i përmend? Për shkakun e thjeshtë sepse koha e modernizimit është kohë jashtëzakonisht e shkurt me neve. Po edhe është jashtëzakonisht e afërt me kiametin. Prej krijimit njerëzimit deri në kohën tonë, që janë me mijëra vjet, janë shumë më shumë largësi kohore që njerëzit i kanë përdorur kafshët. E që absolut nuk kanë vetë keq prej nga për shkak ose për ballë kësaj që kemi neve sot,
por kundërshik kanë pas disa dobi të tjera. Dhe disa prej tyre po Allahu i Madhëruar i përdorën edhe për ushqim, që Zoti i Madhëruar gjitha kafshët cilat i ka caktuar ai me qenë të përdorshme dhe halal, janë në shfrytëzimin e insanit. Pra nuk kemi nevojë me kërku iz ose leje o Zot, a mojën e me përdor këtë kafshë për shalim ose për përdorim, a mojën e me përdor për therrje. Sepse Allah i Madhëruar thot, por juve sakhara lakum, ja u kalon juve në shfrytëzim dhe kompetencë. Normalisht Allah i Madhëruar përmend këtë për dy arsye. Për shkakun e kujtimit që ai është krijuesi dhe shkakun e falënderimit, sepse njeriu, çdo kush me neve dim, në momentin që nuk i kujtojmë, i harrojmë. Dhe kjo është dallimi mes atij që është besimtar, mes atij që edhe veturës vetë kur të ngas, kur t'i gra, shpesh i shkon mendja e falënderimit Zotit. Pse? Se mos t'ishte rahmeti i tij, mëshira e tij. Njerëz ka shumë botë që i kanë veturat mallëksuese tona, por nuk kanë mundësi ngasi. Pra duhet shëndeti. Ka dhe tjerë që i kanë këto mundësi, e kanë shëndetin fizik, por nuk kanë shëndetin mendor. Kemi edhe kategori e të moshumëve që ne kanë drejtën e ngasjes e kështu me radhë, që neve kjo më na kujtu që ate kemi pe Zoti i gjithësisë dhe duhet kthy tek Zoti me falënderim dhe me minjohje. Gjithashtu me i kujtu se Allah i Madhëruar këtë botë, sikurse i ka bërë këto ndryshime, prej kafshës deri tek makina, prej makinës diçka më sofistikuar, më të shpejtë kështu me radhë, kjo është forma që jeta kalon. Pa marrë parasysh sa njeriu kënaqet me atë që ka. Prej mjeteve, gjithsesi kur vjen përfundimi i jetës, aty do këtë shkurt. Kene jam na kujtu se ky ndryshim i jashtëzakonshëm i shpejtë që po ndodh. E gjithsesi kur jemi dëshmitar, është sinjal dhe sharrim i madh se jeta është si e shkurt. Pra këtë njerëzit që i kanë lukse dhe që i kanë pasunit, sa ju duket aty në jeta në shfrytëzim shumë e shkurt. Andaj Allah i Madhëruar na përmend shpesh herë në Kur'an. Tilni thot, po thoni në për tokë, shikoni se si Zoti ju ka kriju. Po atë që ju e shfrytëzoni, madhroni Zotin se ajo që është kriju me synim të gjithçkafit. Dhe rrumbullaksimi krejt aso që neve posedojmë, rrumbullaksimi krejt aso që neve shfrytëzojmë është mu kthy tek Zoti me pendim dhe me falënderim. Me pendim për të ligat që i kemi, me falënderim për atë që ai na ka mundsuar më kënaq me to. E pejgamberi alayhi salatu wassalam në porositë e tij të shumta thot, dhe ai i cili i ka 3 prej cilësive, ai ka një jetë lumtur dhe të mirë. Përmend grunën ndershme dhe të mirë, dhe përmend mjetin e favorshëm dhe të mirë. Dhe përdor dhe e përmend gjithashtu shiun e mirë. Pse i përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam kësaj? Sepse njeriu nëse merr analizën e jetës vetë me çta ka punë. 24 orë dhe krejt jetën ti ki punë me njerëz ndryshëm, muhabete dhe shkëmbime, po jeta më e përditshme dhe më e shumta, koha më e gjatë që kalon është me gruan cilën e ke në shtëpi, me mjetin me cilin ti ballafaqohesh, sa është i rahatshëm, sa është i rahatshëm, dhe me fshiun me cilin ti ki marrëdhënie të fshisë që ki afër. Andaj tha alayhi salatu wasalam, ai që nderohet me to, vetëm se është grumbulluar mirësia te ai. Janë grumbulluar të mirat te ai. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na porosit ran një nga një se cilat janë ato udhëzime që neve duhet me i pas parasysh. Para që na mëson pejgamberi alayhi salam është kur Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thot, kur individi e merr mjetin për rrugtim dhe rahatohet në udhëtimin e vet. Abdullah ibn Umar po thotë kur rahatohet në devën e vet ose mjetin që ai e përdor. Thotë kom po dhe kom dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam që bënte 3 tekbire, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Më pastaj e bënte duan, subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Kjo është ajet. Ky rresht është ajet. Allah i Madhëruar kur i përmend se na e morëm shkurtimisht, kur i përmend mirësitë e krijimit dhe dhuntit e kafshëve, thotë dhe ju kur ti shfrytëzoni ato në kalërim ose në shfrytëzim të punës, thotë thuni subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, thuni i Madhëruar dhe patmet është krijuesi jon, i cili na e mundsoi dhe na i nënshtroi se sikur ti shmet në
fuqinë tonë, në krahun tonë s'kish me mujt. E shef gjithmonë, edhe në lutje, edhe në dua, edhe në mësim Zoti i Madhëruar i bashkon gjithmonë ka dy kujtime. Në ne madhështinë e krijuesit, në dy dobësinë tonë. Pse e bën këtë? Ne sot për dishmërinë tonë kemi të përditshme. Shumë e shumë njerëzit kanë mundësi, kanë fuqi, ju ka dhënë Zoti takat. Njerëzit që më shumë të harrojnë Zotin është kjo kategori. Sepse nuk e shijon ai, nuk e vren ai nevojën që ka për Zotin e gjithësisë. Sepse mendon që vetë ka mri. Kur të pyetsh për biznesin thotë unë vetë bona. Sa natën e kum bë pa gjumë, sa punën e kum bënë, sa mundin e kem dhënë. Sa është i fuqishëm. Kuptimin e tij, jo kuptimin e realitetit dhe kuptimin e Zotit. E Allah i Madhëruar ai këtë dyjat. Thuj, ty o Zot ta kanë madhrimi, që më begatove, që më mundësove, që më pishijoj, se ti shmet fuqin tonë, ne s'ke mundësi një mizë me largu për përsheshi që thëmë në për dëshmerin tonë. Dhe të tjera pejgamberit alayhi salatu wasalam në thëtë, thuj, o Zot mos më lën vetë vetën time as sa hape mbyllësyt, sepse as në kaq sasi nuk ke mundësi me konë të fuqishëm dhe vetë vetja. Me pas e vazhdo doja, thuj për këtë hymje dhe bëne këtë doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. O Zot, ne ve kërkojmë që këtë rrugtim që neve pe nisëm. Mos harroni fjalën e parë. Masi të rahatohesh në rrugtim. Pra masi ke marr rrugën, ke nis, bëne këtë tekbir dhe këtë hymje dhe këtë lutje. Na jap o Zot birr edhe taqwa. Këto dyja janë dy shprehje, sikur fjala islam edhe iman. Besoj që tash kur e përmend ju kujtohet. Kur kemi thonë fjala islam dhe fjala iman kur bëhen bashkë, islami përfaqëson kanë punë të jashtme. Imani punë të brendshme. Fjala birr është mirësi, fjala takva është devotshmëri, ose takvallak, mirësi edhe ajo. Kur janë vetmas e përfaqësojnë të dyjat. Kur janë bashkë, birri është puna e mirë. Takvallaku është me u largu prej punës të keqe. Andaj esenca e cilit takva, çka i bën esenca e esencës gjuhësore dhe sheriatike është njeri i rujtur. Njeri i rujtur. Sa më shumë që ruhet njeriu është më i devotshëm. Dhe bëjmë këtë lutje o Zot, këtë rrugtim tonë na jap nga mirësitë e birrit edhe takwas, edhe na jap nga punë që ti kënaqesh me to ose i pranon. Allahumma hawwin aleyna safarana hadha wa tu anna bu'da. O Zot, na e letësa, na e bot lehtë edhe të butë këtë rrugtim. Edhe na e afro largësi. Lutja na e afro largësi. Qa na kujton neve? A qa duhet me na kujtu? A ka mundësi një lutje, Allahu me t'i zvoglu kilometrat? Allahu ka mundësi. Po kjo lutje, a është përdor për me t'i zvoglu kilometrat? Normalisht logjika thotë jo. Po pse lutja marrë kësisoji? Dhe ka të ngjajshme edhe lutje tjera, kjo është lehtësimi psiqik, dhe kjo është ajo shprehja që kanë janë neve për përdorimi që Rasulullah alayhi salatu wasalam edhe lutjet e veta, po dhe këshillimin e vet, ka pas parasysh shumë psiqike njerëzore. Aja që sot njihet në botën tonë bashkëkohore, psikologjia islame. Nuk ka as një moment që Rasulullah ka dhënë këshill ose ka bënë veprim që sa ka pas parasysh atë që është njerëzore. Qysh njerëzit kuptojnë, qysh njerëzit ja lexojnë veti, psikologjinë e njeriu. Njeriu kur e bën këtë lutje dhe kur e kërkon ndihmën e Zotit vetvetiu, neve gjapi për ditë. Ka rrugtim që është shumë i thjeshtë. Thu subhanallah, po me lehtësi shkon këto kilometra që s'kem hetu, nga një herë janë troma. Dhe për me na bë këtë tronën të lehtë, të cilët janë kilometrat janë të njëjta, si rastin e parë, si rastin e dytë, pejgamberi na lidh me lutje me dua, sepse kjo lutje dua t'jap edhe durim, t'jap syqelsi, edhe ta bën me endi të lehtë dhe të kallajshme. Sepse njeriu zatën me psikologjinë e vet ose me psiqikën e vet u thon, jo që e ka takatin. Me pasaj thot, Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fi al-ahl, ti o Zot je shoqëruesi jon në këtë rrugtim. Kur themi shoqëruesi jon, nuk themi kuptimin fizik, sepse Allah i madhrum, neve kemi besu që ai me qenjen e vet është mbi 7 qiell, mbi arsh. Po ai është me neve, me ndihmën që na jep, me afërsinë që na jep, me diturinë e tij, me lehtësimin e tij. Wal khalifatu fil ahl, dhe ti je më i miri
mbrojtës dhe ndihmetar që kem lënë neve tek familja dhe te shtëpia, sepse kem nevojë dikush më na mbrojt dhe më na rujt. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'bati al-manzar wa su'i munqalabi fi al-mali wal ahl. Edhe prej teja o Zot kërkoj mbrojtje ose ndihmë nga vështirësitë, nga gjendjet e trishtueshme, nga pakënaqësitë e gjendjes ose të ndryshimit, të rrotullimit që i thojmë na, të pasurisë dhe të familjes. Sepse sa për njerëzve dole rrugtim mund të koni gjatë, dhe kthimi i rrugtimit mund të koni fatal, ose për te, ose për familjen, sepse ndodh kaderri, ndodh fatkeqësia, ndodh smundja, ndodh mërzia e kështu me radhë, unaza shpesh në kohë pe kohë ndodh edhe hajnit e ndryshme, e që njeriu me asi më kthy me lodhjen e vet, më i rahatum dhe me pushu kthehet shumë më shumë i trishtum, dhe këto për mbledh janë këtë rreshtin e fundit të lutjes. O Zot, bojme ty si ndihmetar, si mbrojtës që më na rujt edhe pasuninë cilën e kem lënë, edhe familjen cilën e kem lënë, andaj po dorëzojmë në manetin tënd që ti më na rujt. Kjo është doja e zgjatur. Andaj është mirë këtë lutje me thjesht tash më me bë, me pas ose në tekstin fetar ose në gjuhë shqipe, dhe me vendos për para vetin vetor që me pas ma thjet me lexu. Nga se kem parasysh nuk është e thjesht për gjithkan me mësu përmensh, po të paktën me pas në mjetin e udhëtimit, e që kjo dua kur tham na ka mësuar pejgamberi që thuhet masi që njeriu fillon rrugtimin e vet. Këshilla e dytë është këshilla e Aliut radhiyallahu anhu, ku thotë se kur i sollën mjetin për me hyp në te, thotë vuri kombën në ato, në shqipe kam përkthy zanxhin e kafshës, edhe thotë e kem dëgjuar të thonë bismillah. Me pastaj thotë kur ka hypur nalt, thotë to fillu dhe to etheke elhamdulillah. Dhe me pastaj theke subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Këtë ajetin kuranor që thamë është fillim të duas, i patmeta dhe i lasumur Zoti i gjithësisë, i cili na mundse këtë lehtësim dhe këtë rrugtim, dhe tek aje kemi kthimin. Pastaj tha 3 herë elhamdulillah dhe 3 herë Allahu akbar dhe shtoj subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. I patmeta jeti o Zot, falum sepse vetit i kumbo zullom dhe nuk fal askush pas teje. Pastaj tha kështu e kam parë pejgamberin alayhi salatu wasallam duke vepruar. Çfarë na mëson ky hadith? Ky hadith është i përzim ose i grumbulluar mes dhikrit, mes lutjes së duas dhe falënderimit. Që neve na bën me pas shart, që kur jemi në mjetin e udhëtimit, nëse bën duan e parë është më e mira. Dhe ajo është mbrojtja. Po nëse nuk e ki me veti, ndodh ndonjëherë nuk e ki as mundësinë e çastës telefon me lexu, atëherë përdori këto shpesh i ka përdorur Aliu, që po thotë e kum po pejgamberin kështu ka vepruar. Cilat elhamdulillah që ma dha mundësinë me hyp dhe me vozit. Allahu akbar, sepse 3 herë Allahu akbar ka edhe tek duaja. Me pastaj me shfaq dobësinë. I lartësuam jetë o Zot, kjo është lutja e Jonuzit, o Zot jemi kumbo zullumun e vetvetes, dhe ti e i patmeta, andaj falem se nuk fal gjinoja pos teje, askush tjetër. Në hadithin tjetër, thot Abdullahu ibn Isargjiu, thot se i dërgumi i Zotit, alayhi salatu wasallam, kur u thonte i kërkonte mbrojtje Allahu ta ruan nga vështirësitë e rrugës, lëvizjet dëshpëruese, rënjet dhe shndërrimin e gjendjen më të keqe. Edhe ky hadith është i ngjashëm me të Aliut. Pra sahabia çka po thotë? Po e transmeton tregimin, qysh e ka pa dhe e ka ndëgju, po jo shprehje për shprehje. Po nuk bëna thot se pejgamberi ka thonë këtë shprehje saktësisht. Mirë po thot pe aso që ku mojt me anon është se ka bo lutje o Zot, na i lehtëso rrugën, na i lehtëso gjatësinë, na i largo smundjet, na i largo vështirësitë shëndetësore, po thot rrugës, na ruaj nga belat. Sepse neve kemi parasysh kur ka rrugtuar alayhi salatu wasallam ka pasur edhe kafshë ndryshme. Po dhe sot, ndoshta nuk është rreziku i kafshëve, edhe pse tek na sot di shpesh është thotë kjo evidente. Po nëse sot dikie hajdot ose ikie njerëz që luajnë rolin shumë më të keq se sa vetë njeri. Andaj me bë lutje të tilla se Allahu më na mbrojt, po mos me harrua gjithherë me përfundu lutjen me dy.
E para, o Zot na fal. Pse o Zot na fal? Sepse jemi udhëtar. Tash neve na vijnë lutjet që lutjet e atij që është udhëtar janë pranueshme. Para se na me i zbatu lutjet që na ka thonë dikush. Që shqithojmë na dikuj kur jenë mosafir, ose rrugtim lutu për mu se je udhëtar dhe të pranohen lutjet. Para se mi thonë dikuj, ti thojmë vete o Zot falu mu. Se unë jam ma nevojë më fal, se sot tjertë që unë e bëj lutje për ta. Dhe e dyta, me bëj lutje për mos ndryshim të gjendjes të atyre që i ke lanë. Nëse del për familjes, me bëj lutje o Zot, mos të rrotullohet gjendje për keq. E kja, kemi hadithe saktësisht që janë thonë, kur dish për i shpis, i thu grus ose fëmijëve ose shpis, estaudiukumullah, na vjen kjo do tash, e lu Zotin dhe ju lone amanetin e Zotit. Tash ta kështu i shkon mas miri me e përkthy kuptimisht, pra o Zot, këte që unë për e lo në dorën tonë dhe amanetin tonë. Sepse për ndryshe, ka mundësi dhe nuk i gjoj, ka mundësi dhe ndryshoj situata shumë në gjendje më të rëndë. Dhe këta ne transmeton Abdullah ibn Omeri thot, kur u thotë dikush, Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit, si djetari sahabe, thot i thejke afrahu të kallëzoj diçka. Afrahu ofër, thot ta japi një porosi që mu ma ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra e ka transmetuar të njëjtin veprim. Cila është ajo? Estaudiullaha dinek wa amanatek wa khawatima a'malik. Thot thejke ky personi, thot ka thonë Abdullah ibn Omeri, lusë Allahun që Allahu me të rujt fen, me të rujt emanetin. Kur është emaneti? Gruaja, fëmia, pasunia, dhe me të rujt rrumbullaksimin e veprave të mira, përfundimin. Pse? Se çdo kush ka vepra. Andaj e ka bë lutjen. Shikesh pa lutje me tri fjalë, me tre shembuj, po e ka përfshi krejt atë që neve kemi për dishmëri. Në ne me ta rujt fen. Sepse ka njerëz jo me pak, po me numër të madh që kur ndryshojnë vend, bojnë emigrim. E para që i zhduket ose i dobësohet është feja. Dhe këta kemi të përditshme. Njerëzit që bojnë rrugtime, mas dopti që e kanë fe, mas shtili që e kanë me mbojt është feja. Sepse i mungon shoqëria, i mungon xhamia, i mungon rrethi. Me pastaj thot edhe emanetet Allah i madhru me t'i rujt, me pastaj edhe punët cilat i ke bë. Ngjaj shumë transmetohet edhe në hadithin tjetër që thotë Abu Huraira, mirë po me një fjalë më pak thot estaudiullaha alladhi la tadhi'u wada'i'u. E kjo është më e shpeshta që përdoret si shprehje. Kur ti do mi thon dikuj, i thu kështu: estaudiullaha alladhi la tadhi'u wada'i'u, të lanë në mbrojtjen dhe strehimin e Zotit, i cili nuk e humb, që thëmi na, mallin e tij, ose mbrojtjen e tij, ose atë që ka marrë në emanet. E ku duket shprehja e dytë? Shprehja e parë e Abdullah ibn Omerit që ka bë lutje. Qysh ka bë lutje pejgamberi për këtë? Abdullah ibn Omeri ka bë lutje për personin në gjeneratën e tij. Thot Allahu ta rujt fen, ta rujt emanetet dhe ta rujt veprat e mira. E Buhariu po thotë kam dëgjuar pejgamberin se pejgamberi na ka thënë alayhi salatu wassalam, kënë përcjell ke, i thejke Allahu të rujt dhe të pas në mbrojtje dhe në emanet, i cili nuk e humb emanetin e vet. Kjo pjesa është shumë nësi pjesa e dytë. Sepse i cilëson dhe i atribon Zotit gjësisë që Allah i madhrum kënë e merr në mbrojtje, nuk e humb. E këtë është një tregim i zgjatën shumë, por shumë interesant. E tregon individin kohën e Hazreti Omerit. Personi, ka shku një person, një prind, bab, te Omeri si khalife. Edhe Omeri metet të këshyrë kësi formë, thot nuk pas në apo njetën tem. Thot bab e birë mi gjanë njën një tjetër, thot kësi përgjasimi. është normale mi nxo baba birit, më fali biri babs, me konë nxaj shumë, sepse janë një gjaku. Mirë po thot që si nxajshmërije, Omeri thot nuk pas në po në herë.
A na ndodh neve na janë ndodh si rrallë, pra me konë një ngjashmëri e madhe hatashme. Sepse e zakonshme, çka është e zakonshme? Mundet fëmia me pas shumë cilësi të babës. Por deri sot rritet, nuk është aja kopja. Me pasaj kur të rritet e vladi, prindi veç ka fitu ka pleshnia. A pet ka një farë ndryshimi. Edhe Hazreti Omeri thot që si ngjashmëria thot me i pa që në sy po dalleshi që ka këtë të një gjaku thot që s'ka bo vakia. Thot çka tregimi ju. Ky personi e tregon tregimin është pak më i gjatë, po më pak me përtheku se është pyetje që ke lutje. Thot Omeri i besimtarëve. Thot ka qenë koha kjo para disa vite. Thot dhe është kërku pe i meje me shku udhëtar dhe thot grune ku pas shlatëzon. Thot pe i friges, rruga e gjatë, kur kthehom, tek kthehom, aja që ka qenë e sigurt ka qenë që nëse unë kthehna, nështë atë mje i bën një vjet, masi që të lind. Thot e kum lutë Allahun e madhrum, e kum vendos dorën në barkun e grus dhe kum thonë o Zot, këta po ta lo emanet. Këta po ta lo emanet. Estevdiullaha ibni, po Zot unë ty ta lo në mbrojtje e vladit. Thot po kaderi Zotit ka dasht, nuk ka shku menja me thonë o Zot, ma harruj gruan edhe djalin. Ose fëmin, se kanë dita është djal apo vajzë. Kjo është me rëndësi, më hanë frytit, thot kom shku në rukëtim. Mas një kohë, disa muj, ofer një kohë caktuar, thot kur jem këthy, thot kthejnat e shtëpia nuk e gjoj gruan. Dhe më thojnë familja e gruas që kanë rrujet dhe varri është kë. Thot po e çuditshme është thot se prej asoj kohë që ka dek deri sot, thot që ky varr kur s'ndonë një farë tymi i hodh, atë që thojmë në tymi i vogël, thot del vazhdimisht. Thot e kalova atë ditë me mërzi, atë natë me mërzi, thot po nuk u bëj sharahat. Ditën e nesme thot vendosa me qel. Thot për qeli varrën, për gjë thot djalin beb i lindun me jetë të marrë frymë. Tash, mi thonë sot dikuj është e pakashme. Këtëve në tregime që nështë atë dikush i kallëzën në mite, që nuk qëndrojnë. Po personi që është transmetu tregime është tregim shumë i fuqishëm në kuptimin e saktësisë në tregim i transmetimit. Dhe thot po e marrë fëmijën, thot po e rriti. Dhe sot e kësë ditë thot e kam këtë fëmijë, i cili ka nejtë disa javë, disa muj në atë gjendje, thot dhe po më kujtohet se e kumbane këtë veprim, e kumbane këtë lutjet pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot po harresa kaderi Zotit ka dashur, nuk e kumbo lutin edhe për prindin. Dhe Omeri buzëqesh, thot subhanallahu alazim, thot me pas bo lutin edhe për gruan, thot Allah ta kishul gruan. Pse? Sepse pejgamberi çka po thot? O Allah, po të lone amanet, atë që ti çat amanet nuk e hup. Që neve me na mësu që amanetin që e lën ti ndor Zoti, Zoti amanetin nuk e hup. E këtë tregim normalisht e ka atë formën e zgjatjes tij, është tregim i sakt, mirë po rrumbullaksimi i saj është kjo. Se ky personi thotë ku mbo këtë lutje, do thotë mu ka përgjigj Zoti i gjithësisë. Thotë dhe ngjashmëria, thotë mrekullia e ngjashmërisë është, thotë se ky ka tregim thotë veçantë. Thotë këtë njerëzit kanë lind të shtëpia, thotë ky ka lind në varr. Dhe këtë përgjigjet kujna? Ajetit në Kur'an, që është sura Ali Imran. Që Allah çka thot në Kur'an, këtë ajet? Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. I nxjerr, i krijon Zoti që si pe gjallit vdekunin. Kjo është e normale. Është normale? Thot dhe pe të vdekurit nxjerr gjallë. Kush është i vdekurit që del gjallë? Kush është i vdekurit që Zoti pe atij trupi ose atij krijim ose atij venit vdekur e nxjerr gjallë? Disa ulema e kanë bë këtë krahasim. Edhe pse ajeti është gjithëpërfshirës, i përfshin edhe krijesa të tjera, edhe bimët edhe kafshët edhe tokën, mirë po, kjo është ajo ngjashmëria që lidhet me të. Më pastaj pej edebeve thot Enesi, një njeri erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe tha: "O dërguar i Zotit, unë dua me pas udhtim, me pajes me diçka rezerv për rrugtim." Nërsa pejgamberi thotë ja bëni këtë lutje. Zawwadaka Allahu at-taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka al-khayra haythu ma kunt. Ky personi ka kërku udhëzim. Ka kërku edhe lutje. Neve mos harrojmë se njerëzit kanë shku enkas tek pejgamberi Zotit me lutje. A
ka qenë ndaluar normalisht, s'ka qenë ndaluar. A është e lejuar edhe sot në orë dikush te ti me lyp udhëzim, është e lejuar. Edhe me lyp lutje, është e lejuar. Mirë, po dallimi është se tek pejgamberi ka shkuar se kon njeri me bereqet. Fjala e tij ka qenë e pranueshme, lutja e tij e pranueshme, udhëzimi i tij ka qenë i saktë dhe ka ndosh me marrë bereqetit e tij. Por dallim që neve s'kemi bereqet, dikujt mi dhon, as pe dikujt me marr, mirë marrëm udhëzim. Dhe i ka thonë pejgamberi Zotit, furnizon, japëm diçka që mund bën hajn këtë rrugtim. Dhe pejgamberi ka thonë, Allahu të furnizoft me devotshmëri. E ti fal gjunohet, ta lehtësoft rrugën kudo që të jesh. Ose ta lehtësoft hajrin ose të mirën kudo që të jesh. Edhe kjo lutje është mirë me vë për dikan, ose edhe për veti, o Zot, më ndihmo me lehtësa për rrugë të mbara, devotshmëri kështu me radhë. E Buhariera në edebin tjetër ose mirësia tha se një burrë që ishte në rrugë, erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i tha, ta këshillonte dhe ai tha, të lë porosit kesh frikë Zotin dhe të madhrosh Allahun kudo që të jesh. Sa herë që të jesh duke ngritur lart, thuj Allahu Akbar, sa herë që je tura, domethënë doni lugines, thuaj subhanallah. Edhe kjo është për lutjeve që ose për edebeve që ne ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, e njëjta transmetohet edhe për Xhabirit, se kur pejgamberi Zot është ngjit në lartësi, ka thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kur është djerë të poshtë, thojmë na, ose ka qenë në lugin, ose në rrugë të poshtë, sikurse neve kemi, kamos, është mirë me kujtu këtë sunet, me thonë subhanallah, 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 e kështu me radhë. Është prej edebeve që Allahu e don dhe kemi shpërblim. Pastaj, kemi disa prej etika dhe normave që na i përcjell edhe Hazreti Omeri, po edhe Abdullah i djalit i Omerit. Çka thot? Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam na kanë ndalu disa gjëra. Këto ndalesa nuk janë ndalesa të formës të prerë që nëse nuk e ki ndryshe, mos me bërë rrugtime. Mirë, po këto janë me tregu se nuk është mirë me boksi forme. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ndalu vetmin të flan njeriu ose të otoj vetëm. Këto dy ndalesa janë të ndëlidhur me mundësinë, sepse neve nuk mujmi edhe vetes edhe tjerë mi thonë nëse je vetëm mos rrugto. Për shkak se shpesh herë njeriu nuk mundet edhe me gjetë shok, nuk mundet edhe me gjetë rreth. Mirë, po na ka thonë alayhi salatu wasallam që po qëse e ki mundësinë, mos lejo me flajt vet. Pse se je i dopt. E ki shejtanin me veti. Shejtani shpesh e din me kon më i fuqishëm. Edhe pse është shumë më i dobët se na. Dhe mos rrugto vet, e në veçanti sot me ashtu, çështjen e telefonit që shpesh për neve të gjithëve është telashe shumë e madhe, sepse njeriu kur është me dikën, e ka një muhabet, e ka një koncentrim, e ka një stabilitet, kur është vetëm qëtëher, mendimet, lodhja, gjumi, po shpesh edhe çështja e telefona din me bot vetën, e Allahu Teala e bojmë i lutit që ajme na marrë në mbrojtjen dhe rrugën e tij në çdo rrugtim. Gjithashtu thot Omeri, mos të udhtoj njeriu vetëm dhe mos të fler i vetëm në shtëpi. Gjithashtu thot Ibn Omeri, djali i tij, i dërgumi i Allahut ka thonë, sikur ta dini njerëzit, atë që di unë. Çka e pret ato që rrin vet, dhe ato që u thon vet, s'kishte me bo. Kjo është fjala e Abdullah ibn Omerit që kanë dëgjuar pejgamberin duke thonë vet pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe hadithi është e Buhariut. Pejgamberi po sikur te kish ditë ai që rrugton vet. Çka e pret? Që di unë, s'kish me utu vet. E çka me bë? Ata mundu njeriu mi marr shkaqet dhe sebepet. Po prapë po themi se na jemi nga një situata të caktuar që ku me gjet atë shak, ku mi gjet ato mundësi. Po njeriu më u mundu. Abdullah ibn Amr ibn As për se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë udhtari vetëm është një shejtan, dy udhtar janë dy shejtan, ndërsa tre janë një grup që quhen udhtar. Kjo është halo me aron. Kjo është me aron. Po pse ka thonë alayhi salatu wasallam kësaj kategorie? Me tregu fuqinë dhe stabilitetin. E çka me bona? Nëse jemi një ose jemi dy, me kërku ndihmën e Zotit dhe mos mi harru të duat që i thamë më herët. Edhe nëse i harran si shprehje, po si kuptim. Me lypje i Zotit, ndihmë, me lypje i Zotit, rrugët të vetes, rrugët e amanetit,
lehtësim të rrugës, largim të pengesave dhe të lashe, dhe gjithashtu o Allah na mbroj, o Allah na fuqizo, edhe mos me harron në hymje të çdo rrugtimi me bolutin e dorë. Ka tregime me dhjetra. Pa ja veça vetëm tregimin e një personi të na që pse pa tregoj tregimin e tij, për shkak se ka qenë person që ke mujt me i besu. Ka qenë në vështërinë e Abdul Baqi. E kanë përmend njerëzit edhe për raste tjera. E kanë përmend një personazh të na rastin kur ushtria serbe ka ndoshme përshkatu dhe sy ka shkrep pushka. Dhe ka gjujt pushkën dhe ka ik. Ka ik shkak, tina i ka ndodhur në jetën njëri. Kush e ka njoft e ka ditë. Njëri që 24 orë shitina ka qenë veç dhikr. Nëse ndajherë ke ndëgju ose ke lezu njëri që bën 24 orë dhikr dhe njëri bereqet linë ko, a i kon qaj. A i s'ka ditë mu lodhë. A i s'ka ditë mu lodhë. Ka qenë i hatashëm dhe për të parëve që mas sufte është merë me rukje tamam, rukje që ata që janë përvoj din sistemin e ti të mirë fillt. Dhe a i të regon, një operasëve të veta, thët ata që kom po me sytë e mirë, që kom përjetu me vetën temë, dhe të regimit a i nuk i ka kalzohë bashkë publikisht. I ka dërgu persona që ka posë besu. Nga se ka qenë modest dhe i dëvat shumë. Thët lutjen e rrugtimit. Thët betohëm Zotin e madhë. Kemi qenë në taksin këmbi. Vështri Prishtinë. Se kemi gjendje të mërshme pozitjes, thët më ga këtu që këmë haru doan. Thët brenda sekundave këmë kry doan, thët na pështoj Zotin. Me gjithë ndeshin ato që ka ndohë, thët na pështoj Zotin, thët që kush na ka po thët kush dit, ose pe kësoj ndeshje, ose pe këti rrugtimi. E që në çdo shprehje që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka urtësi dhe ka mbrojtje. Sepse ai nuk e ka thonë vetëm hajt ose shkel shko. Por na ka thonë se nëse e bën çete dhe e ki bindjen që ti po e thu që Zoti më trujt, Allah nuk e the premtimin. Allah nuk e thën premtimin. Njeriu mundet me thy premtimin. Po Zoti i gjithësisë nuk e thën premtimin e atij që ky e kalon emanetin në dorën e tij ose në mbrojtjen e tij. Dhe e funit për këtë pjesë, që është një pjesë që të shtesë, thot se Ebu Said al-Khudri, thot se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, kur të udhëtoni 3 vete më shumë, caktoni një emir. Normalisht është për qëllim që besimtarët kur marrin rrugtim, është normale mos me u takurtu shumë gjana. Është normale me pas polemika e boj me atë formë ose këtë formë. Po shumë ma normale dhe shumë ma fetare njeriu me caktu një emir që ta mërmenja se është ma me përvoj, është ma i dishum, është ma person që e njeh sunetin, që si harron që të lutë, si harron që të pjesë, nuk harron kur të stacionohet në rrugtim, shambu për zomi, del në piknik ose në gjajshum, edhe kësisaj mu mënu me i praktiku të sunete. Këto janë vetëm disa, ato që kanë met janë, edhe një ka dhe blak me masë këtu, për të regu se veç për rrugtimin dhe për ulljen dikun dhe qëndrimin në një kohë, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka dhënë shumë për udhëzime që neve me pas bereqet qatë rrugtim, me kanë në mbrojtjen qatë rrugtim, edhe me na u lesu jeta. Sa për njerëzve sot në botë kemi që gjysmën e jetës e ka rrugtim, sa për njerëzve sot në botë, gjysmë e jetës është udhëtimi tina, pra është musafir të në kohën, ata një musafir, po dikush edhe me banim në ravane shpesh, po edhe me rrugtim, ka rrugtime shumë. Pra një pjesë e madhe jetës në kalën rrugtim. Andaj nuk është e thjesht. Nuk është e thjesht, prandaj ka kushtu vëmendje shumë pejgamberi alayhi salatu wasalam që ky rrugtim e ka në rrugën e duhur, formën e duhur, sepse devijimi mund të kanë më shumë se çdo sen tjetër. Allahu Teala bëjmë lutje dhe dua që ai më na rujt emanetet tona, më na rujt imanin ton, më na rujt punët e mira. E Allah i madhru më na i lehtësu edhe jetën, po edhe rrugtimin, edhe në përgjithësi. E është ai i cili pretshën besimtarët me u kthye ti minutë edhe pendim. Allah Teala di mas mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.